Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takoheni sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Dhe këtë herë dua të ndaloj tek një fanse e Gjestit Degli që kemi fanse dhe në kanalin ton. F Bajrami Inspiration e ka domethënë TikTokun apo Instagramin e saj. Pa bërë zhurmë e larg syrit medias, Gjesti dhe Egli po vazhdojnë romancën e tyre dhe pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. Është një fanse e Eglit ajo e cila është kujdesur që përmes Gjestit ta befasojë këngëtaren me një dhuratë special. Egli dje isha Kerinora 4 për të duar trokitur. Gjestin dhe ty të përshëndeta nga Zvicra të çova një dhuratë. Pas Gjestit uroj që Gjesti të ta sjellë dhuratën që e kam bërë me shumë dashuri për ty e Glushe. Je yll diamant bote bashkë me Gjestin. Më pas domethënë ka patur duar trokitje tek ky postimi. Unë shpresoj që Egli të ketë marrur këtë dhuratën dhe jam shumë i bindur që e ka marrur dhuratën sepse mënyra se si Gjesti e pranoi këtë dhuratën ishte një formë amaneti dhe Gjesti ka treguar që ka një besim të hatashëm, të mrekullueshëm tek Krijuesi, tek Zoti dhe e di shumë bukur se çfarë vlerë ka amaneti, e di shumë bukur se çfarë është amaneti dhe për këtë gjën jam shumë i sigurt që e ka pranuar me dashurinë më të madhe dhuratën Egli dhe e ka shijuar pafund këtë dhuratën, domethënë është kënaqur me dhuratën që zonja i ka bërë, por gjithsesi unë jam i lumtur që njerëzit janë kaq të dashur për të vërtetuar marrëdhënien e Eglit edhe të Gjestit. Edhe pse Gjesti në koncert tha vuj, pastaj e përmendi Egli 2 herë, domethënë aty e tregoi që ka një marrëdhënie shumë të mirë. Ju e dini shumë bukur që Gjesti është natyrë provokatori, është natyrë që e ka qef pak të luan me emocionet e të tjerëve, ka qef pak të kënaqet me emocionet e të tjerëve. Dashuria e tyre duke që në hënë, fundja fundit ato kanë në shpirtin e tyre syt tregojnë gjithçka, syt tregojnë që ato e duan shumë njëri tjetrin, edhe që për shumicën në fakt duket e pabesueshme që Egli dhe Gjesti janë bashkë, por shumë lëvizjet e tyre tregojnë që janë bashkë. E dashur shqiptare nga Zvicra, unë të falenderoj që je kaq tradicionale dhe ke dashur të respektosh personin që ti e don me zemër, në këtë rast Eglin. Shqiptarët e Kosovës ja kanë dëshmuar Eglit dashurinë edhe me drona brenda shtëpisë të Big Brotherit, por gjithsesi unë jam shumë i bindur që një ditë Egli dhe Gjesti të dy të dalin të flasin dhe të tregojnë të gjithë marrëdhënien e tyre.